Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në kuadër të shpjegimeve për ngjarjet e rëndësishme nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wassalam, kemi ardhur deri tek një stacion shumë i rëndësishëm, madje që ky stacion, kjo ngjarje ka bërë pastaj edhe ndryshime të mëdha në zhvillimet e jetës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pasi që situata në Medinë u ngulfat shumë, u bë shumë e tensionuar dhe problematike, tashmë ishte më se domosdoshme që të shikohet për një mundësi tjetër, me dalë dikun tjetër. Dhe Allahu xhalla wala të ndrozur pejgamberin e përgatiste që të del nga Mekja, që të shkon në Medinë. Andaj nuk ishte shkuar në Medinë ashtu e rastësishme. Shkuarja në Medinë nuk ishte befasishme, nuk ishte menjëhershme, por kishte përgatitje. Edhe kështu është me çdo ngjarje të madhe. Nuk bëhen gjërat, edhe ndryshimet e mëdha nuk bëhen me eufori, me emocione, nuk bëhen menjëherë, por kërkojnë përgatitje, gradualitet, dal nga dal, derisa të pjekën kushtet, të përmbushën rrethanat e kërkuara e kështu me radhë, që të bëhet hapi i duhur. Andaj shpërngula nuk ishte një ngjarje e thjeshtë, nuk ishte një ngjarje e zakonshme, ngjarje shumë e madhe, që pejgamberi alayhi salatu të kalonte nga Mekja në Medinë, ishte edhe e rëndësishme, por ishte edhe shumë e rrezikshme. Ishte shumë e rrezikshme. Prandaj Allahu xhallahu ala e përgatiti krejt atë që duhet që pejgamberi sa të shkon në Medinë sukses shumë dhe sigurt. Kemi thënë se nga përgatitja ka qenë edhe vetë ndërtimi shoqëror i Medinës, pastaj disa ngjarje të caktuara që kanë ndodhur atje, gjithë ato kanë përgatit terrenin që Medina të jetë e gatshme për ta prit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Tash fillojnë edhe hapat konkret të kësaj shpërngulje. Cilat ishin hapat konkret të shpërnguljes? Muhammedi alayhi salatu wassalam tash filloi që të del në Akabe. Akabe është një vend, domthonë jashtë qytetit, tash është pjesë e qytetit, por në atë kohë jashtë vendbanimeve të Mekës, që ishte pjesë e ritualit të haxhit në atë kohë. Bideshin njerëz shumë në atë vend, të pejgamberi alayhi salatu wassalam dilte që të kërkonte njerëz që vinin nga jashtë dhe që mund ta pranonin misionin, mund ta pranonin besimin. Andaj u takua me 7 persona, njerëz nga fisi Khazraj, që kishte ardhur nga Medineja. Kemi thënë se në Medinë ishin 2 fise kryesore arabe, fisi Aus edhe fisi Khazraj. Dhe kishin aleanca dhe me jehudët e Medinës, nga se me ta jetonin bashkë në Medinë. Ishin idhujtar, normal si të gjithë arabët e asaj kohe. Pejgamberi alayhi salatu wasallam u takua me këta të ndërlozër dhe e kam përmend takimin e kaluar se banorët e Medinës kishin informata për ardhmën e një pejgamberi nga jehudët. Jehudët që fotët vazhdimisht kërcënonin arabët e Medinës se ne po presim një pejgamber me ardhë, e kur vija i pejgamber zbashku me te kena me ju luftu dhe me ju dëbu piktujt. Andaj ata e kishin dëgju fjalën pejgamber, nuk dinin çka është kjo, por kanë dëgju që një njeri ka me dërgu Zoti me një mision e kështu me radhë. Dhe kjo ishte nga përgatitjet, sikurse e kemi përmendur në takimin e kaluar. Pejgamberi s'u ulën me këta njerëz dhe i tha, "Për nga jeni?" Tha, "Jemi nga Jethribi." Jethribi në atë kohë ishte në Medineja, kështu quhej Jethrib. Tha, "Jemi nga fisi Khazraj." Atër pejgamberi më tha, "A më lejoni që t'ua them disa fjalë?" Tha, "Po urna." Tha, "Unë jam i dërguar i Zotit, Allahu më ka dërguar me besim, më ka dërguar me këto parime,
ja u lexoj disa ajete të Kuranit dhe ata u befasuan nga ky takim. U befasuan edhe nga aspekti i fuqisë së ligjërimit. Këso fjalë, këso këshilla nuk ishin dëgjuar kur më herët. Mirë po edhe të ndruazër krahas kësaj, ata edhe u befasuan që a thua vallë është e mundshme që ne me taku atë njeri që kanë paralajmëruar për ardhmën e tij që futet në Medinë. Dhe pastaj e dëgjuan u bindën se ky është i dërguari i Allahut, edhe në bazë të shenjave, argumenteve, fjalëve e kështu me radhë. Dhe njëri nga ata tha, o burra, nuk na mbetet tjetër pas të bindemi këtij njeri se ky është i dërguari i Allahut. Andaj të bëjmë një të para që e pasojmë e mos na marrin të tjerët. Normal nuk ishte kjo për shkak të interesit, po për shkak të nxitimit në punë të mira, të jemi në të parë që e marrim këtë mirë, pse dikush na rrëmben këtë mirë nga dora. I besuan pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe për aq ku sa netën morën disa informata të përgjithshme për Islamin dhe u kthyen në Medinë. Kur u kthyen në Medinë, normal atë ishte një ambient tjetër, ambient i dhujtarisë, ambient i mungesës së besimit, por ata në mënyrë të fshehur azi edhe shumë private diskuton me familjarët e tyre se çka ju ka ndodhur. Kështu na ka ndodhur, ishim në Mekë, ishim këtë vend, u takuam me njëri, kështu ai na tha e kështu me radhë. Dhe filluan që tashmë edhe disa individ të tjerë që të besojnë në këtë thirrje të re për ta, që qetëson të zemrat, sqaron të dilemat, jep të përgjigje për atë që nuk kishin më herët, përmirëson të njeriu, rregullon të raportet e shumë mirësi tjera që ata i pan tek thirrja e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe të ndëruazër, pas një viti nga ky takim, vitin e ardhshëm në haxhin e ardhshëm, shkuan tashmë 12 burra. 12 burra nga Medineja u nisën për në Mekë. Ata realisht u nisën me taku pejgamberin alayhi salatu wasalam, mirë po, normal, në aspekt një jashtëm u deklaruan si vizitor të Mekës. Se para pejgamberit sa njerëzit e bënin haxhin, për shkak se ishin mësimet e Ibrahimit alayhi salam. Nuk e bën haxhin këtë formë të fora tani, kishte shumë mangësi, kishte idhujtari. Megjithatë deformime që ishin ata, një farë haxhi e bënin. Dhe këta u nisën karavan bashkë me të tjerët dhe në aspekt një ashtëm nuk diktuashin se janë besimtar e as nuk diktuashin për qëllime që i kishin në zemrat e tyre. Shkuan dhe u takuan me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i shprehën besimin, bindjen dhe ky takim në Akabe të rozër pas një viti që u takuan me grupin e parë, u shënuan në histori si besatimi i parë në Akabe. Pse besatimi i parë në Akabe? Për shkak se të ndrodh vëllezër, këtu tash këta njerëz jo vetëm që besuan, por ja dhanë besën pejgamberit alayhi salatu wasalam, don se ata kanë me ndjek rrugën e tij dhe kanë me i përkrom mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam ata. Çfarë përbënte besatimi? Ata ja dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ty të besatohemi. Çka përmend të besatimi? Shkoni të ndërozër sa është më rëndësi me kuptu se mbi çka ndërtohej thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mbi çka ndërtohet thirrja islame? Mbi çka ndërtohet udhëzimi islam? E që shpesh njerëzit tentojnë me e deformu këtë thirrje ose me i dhënë kahje tjera, apo edhe me akuzu për këtë diçka tjetër islamin që nuk ka të bëjë me të. Njerëz të parë, si kur të kishte pejgamberin qëllime të caktuara, kishte me e përdor këtë grup për qëllimet veta, me që kanë ardhur ata, kishte me ju tregu aty në sekretet. Mirë po pejgamberi është i hapur, si për ta, si për tjerë. Thirrja e Islamit nuk është thirrje sekrete, nuk është anonime, nuk është pa adresë, nuk është pa përmbajtje. Islami është fe e hapur, libri Kurani është i hapur, hadithi pejgamberit është i hapur, kush don mund me çelë me lezu. Mirë po me një të mirë, pa para gjykime dhe ngarkesa, të merë shërimet e duara nga njerëz të dishëm, jo vetë të merë guximin edhe pështjellë në komente nga se mundet me keq kuptu shumë. Mirë po është i hapur.
s'ka diçka të mshehur që veç hoxhallarët e din. S'ka ato. Kush don mund me studiuar, me mësu Islami është i hapur. Nuk kemi një dhomat mbyllura, të fshehura, sekrete. Islami është për njerëzit. Edhe është mëshirë për njerëzit. Andaj pejgamberi alayhi sallam të ndërgozur u dha disa parime. E para tha, në kuadër mesatimit ishte të besoni në Allahun e mos i bëni Allahut shok. Në kjo është baza, esenca. Nga këtu ndërtohet gjithçka. Kur është besimi i qëndrueshëm, kur është besimi i pastër, kur është besimi i argumentuar, kur besimi është në përputhje me natyrshmërinë e njeriu veç fillon me vendos një themel të fuqishëm për të ndërtuar tash mbi të parimet dhe bazat e tjera. Andaj çështja e parë është normalisht haku i Zotit. Dhe kjo është parimor, edhe është parsor, edhe është primar. Haku i Allahut është më i madh. Normal se është krijuesi jon, ai është kujdestari jon, ai është furnizuesi, ai është dhuruesi begativ, ai është mbrojtësi jon. Andaj njerëzit duhet që fillimisht të interesohen dhe të shprehin nga dëshmërinë për të zbatuar obligime që kanë ndaj krijuesit të tyre. Mas pari ndaj Zotit te barekuhu teala, Allahu çka thot, Allahu çka kërkon. Dhe pastaj të filloj edhe të shpaloset pjesa e mbetur e udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kishte bënë tash edhe me rregullimin e raporteve me njerëzit. Dhe ky është balanci që Islami e sjell në jetën e njerëzve. Jo vetëm udhëzime për raport me Zotin, jo vetëm udhëzime për rregullimin e raporteve me Allahun azza wa jall, por edhe rregullim i raporteve mes njerëzve. Ndërtojmë raportin me Zotin, fuqizojmë raportin me Allahun xhalla xhelalu dhe pastaj në bazë të këtij raporti me Allahun azza wa jall ne ndërtojmë edhe raportet tona mes vete. Andaj është e dyta të thonë që mos më vjedh. Mos vjedhni njëri tjetrin. Mos e keqpërdorni pasurinë e njëri tjetrit. Mos merrni pa të drejtë në pasurinë e tjetrit. E vjedhja ka forma të shumta. Ka vjedhje klasike ku një hajn hin fshehurës dhe vjedh, po ka edhe vjedhje moderne, apo ku të vjedhin edhe domthon të bindin se nuk janë të vjedh. Ka forma ndryshme të vjedhjes, edhe korrupsioni është vjedhje. Andaj gjitha këto forma të vjedhjes, të plaçkitjes, të marrjes së padrejtë të pasurisë nga njerëzit e ka ndaluar Islami. Dhe kjo është nga kërkesat e para që pejgamberi sa mua thonte atyre që donin me në Islam. Doni me u musliman, kujdesni për raportin me Allahun. Doni me u musliman, ruajeni pasurinë e njëri tjetrit. Shikojeni çfarë udhëzime, çfarë feje madhështore. Pastaj pas pasurisë, pejgamberi sa më udhëzoi që ta ruajnë edhe nderin e njëri tjetrit. Mos bëjmë vepra të pesta e pamoralshme. Apo jo marrëdhënie jashtëmartësore, jo lidhje jashtëmartësore, por nëse një femër dhe një mashkull, një burrë, një grua duhen, pëlqehen, apo duhet që këtë lidhje ta kurrizojnë me martesë, të ndërtojnë familje, edhe të kenë lidhje të ngushta mes veti, me dashuri, respekt e mëshirë, por jo me aventura të ndryshme, apo ku zakonisht ka viktima, ka pasoja, ka shturje morale, ka çrregullim shoqëror e shumë probleme tjera. Prandaj Islami garantoi pasurinë dhe garantoi nderin. Nderi i njeriu është i pacenueshëm. Nuk guxon me prek në nderin e huaj, me asgjë, as me shikim, as prekje, edhe me diçka më tepër. Shkoni për me rujt nderin e huaj, Islami ka obliguar që tulet shikimi, mos shikoni nderin e huaj. Mos shikon në pjesë e turpshme të dikujt tjetër. Ule shikimin, ruaje dorën, ruaje prekjen, ruaje komunikimin, që të mbrohesh nga rënja në punë të dytë dhe të pamoralshme. Pastaj gjithashtu të vëllezër e ndaloj edhe vrasjen e veçanërisht të fëmijëve. Nga se ishte zakon në atë kohë që me i varros vajzat për së gjalli, nga turpi që e kishin përballë shoqërisë pse i ka lindur vajzë. Don turpënohet që kishte vajzë. Dhe zakonisht në shoqëri ignorante apo ka ndarje të këtilla, me pas mashkull, femna është marrë, femna. Këto gjë i ka luftuar Islami që nga fillimi, i ka qirënjos që nga fillimi. Duke ndaluar çfarë do të keqtrajtimi të vajzës, çfarë do i shkelje të së drejtave të gruas. Islami ja rikthei gruas dinjitetin, ja rikthei të drejtën, ja rikthei integrimin, pjesëmarrjen aktive në shoqëri.
me udhëzime që i dha gruas, tamam përputhëse si i përshtaten natyrshmërisë së saj dhe detyrave dhe rolit që e ka në jetën e kësaj bote. Andaj tha mos u vrani, e në veçanisht mos i vrani fëmijët e juaj. Shkojnë të ndëzër, çka ka pranë këtë udhëzim që mundesh me gjetë lëshim me të meta? Çka ka këtë udhëzim që mundesh muni ndoshta i turpnuar? Apo a është turp njëri me adhuru Zotin, apo është turp njëri me mohu Zotin? Ku është turpi? Turpi është mohim. E së mohimi është realisht shkelje flagrante e kërkesave të natyrës njerëzore. Është shkelje flagrante e kërkesave logjike dhe të arsyes për të besuar në Allahun xhallahu ala kështu më radh. A është turp me adhuru Allahun apo me adhuru idhuj, me adhuru të vdekur, me adhuru druj, me adhuru idhuj caktuar? Ku është turpi? Ku është marrja? Ku është emeta? Dihet. Në Islami thret në besim të pastër, të kulluar, të qiltër dhe ndërtim të fuqishëm të raporte me Zotin xhalla xhelaluhu. Pastaj edhe mes njerëzve, mos vjedhni, mos shkelni dhe mos cënëni ndirë njëri tjetrit. Dhe mos u vrani mes vete, mos i vrani fëmijët e juaj. E një nga format brutale të vrasjes së fëmijëve është edhe aborti. Mbytja e fëmijëve, kjo është vrasje e fëmijës. Të ndozur. Vrasje duke qenë brenda territorit të ruajtur. Ku mund me qenë fëmija ma i sigur se në barkun e nanës? Ku është ma i sigur se të nona vetë? Apo, e të vritet në këtë pjesën ma të sigurt, e të nëziret i vdekur jashtë, a nuk është merd, a nuk është vrasje kjo? Edhe kjo vrasje të nëzër. Aborti është vrasje, i ndaluar, haram është. Pastaj të nëzër, qëka tha pejgamberi sa? Qëka ndalej të tërë? Ndaloj shpifin edhe gënjeshtër. Mos shpifni për njëni të tërë. Mos nëgjitni, mos bëni intriga, mos bartni fjalë, mos u akuzoni padrejtësisht, mos gënjeni për një tjetrin. Shika ata, vetë sa kanë nga Medinja, ata dorën mi pejgamberin sa ai po i thotë, këtë duhet më bëu këtë, nëse doni më pasu mua, nëse më japni besën në këto pika, ju jeni besimtar. Ai shikoi u rregulloi gjuhën, u rregulloi komunikimin, u rregulloi pejgamberi alayhis salatu wasallam mënyrën e ndërtimit të raporteve të ndërsjellta shoqërore me komunikim të mirëfillt, që ka mos rrani, mos mashtroni, mos shpifni, mos gënjeni e shumë të tjera. Dhe në fund kërkoj që t'i bindin pejgamberit alayhis salam në udhëzimet e tij dhe në kërkesat e tij, nga se ai ka ardhur me shpallje nga Allahu te barekuhu teala. Atë ja dhan besën dhe kështu përfundoi besatimi i parë në Akabe. Një ngjarje madhështore dhe një qelizë e rëndësishme që mbi të tashmë do të ndërtohet shoqënia islame në Medinë. Këta janë ata 7 partë dhe këta 12 tash më konkret, më udhëzime më praktike, do të jenë bardhësit e këtij besimi në Medinë që tashmë dal ngadalë të përgatitet Medinë edhe për dërgimin e njeriu të parë, mësuesit të parë islam në Medinë, Musab ibn Umairit. Pejgamberi më dërgoi Musabin që tash me u mësu, domethënë Medinës dhe islamin dal ngadalë. Kjo ngjarje madhore të vëllezër ka që rëndësishme, qëtë në pa disa çështje të mëdha, unë duhet disa nga ato me i përmend. E para është të vëllezër se Medinja çka u bë? Medinja u bë një vatër e rëndësishme e ndërtimit të besimit, një shtet i konsoliduar, një shembull se si respektohen të drejtat dhe pakicat në një vend, se si duhet me qenë një udhëheqës. U bë një vend i madh, nga i vend pastaj drita doli në mbar botën. Drita doli në mbar botën. Mirë po, nëse kthehesh në esencë, do të shohësh se të parët që realisht e përgatitën Medinën dhe e bën të përshtatshme dhe filluan të thirrë njerëz, janë pak njerëz, 7 njerëz të parëshëm. Andaj punë të mëdha të ndërrohet vëllazër, nuk duhet të prit shumë njerëz me nis, nuk duhet të prit që shumë u bë, ka se nganjëherë shumë njerëz mund të bë dhe bardh. Fillojnë pak njerëz, ata fillojnë dal ngadalë. Prandaj të ndërrohet ndryshimi në individ, në familje, në shoqëri, nuk do të thonë se duhet të qenë kallabllak, po me pas njerëz të fuqishëm, sinqert, stabil, të guximshëm, të cilët kanë mundësi me bën ndryshimin e duhur në shoqëri. Pastaj gjithashtu ndërvozë, shikoni pejgamberi alayhis salatu wasallam edhe në kuadër të kësaj që i mësoi sahabët është se duhet një shoqëri e ndërtuar të jetë e balancuar. Si balansohet shoqëria? Si është një shoqëri e ekuilibruar, tamam ç'është duhet? Është shoqëri e cila
beson Zotin dhe garanton të drejtat e të tjerëve. Raporti me Allahun dhe raporti me njerëzit. Mohimi i Allahut dhe fokusi tek njeri është debalans. Ndërsa ndërtimi i raporte veç me Allahun xhallahu ala, por me i shkel të drejt njerëzve edhe kjo është debalans. Ma nuk ka mundësi me funksionu, nuk funksionon. Për shkak se Allahu xhallahu ala na ka mësuar që për të funksionuar raportet me Allahun duhet me qenë mirë njëri me tjetrin. Duhet me qenë të lidhur me zveti, me pas falje, mëshirë, bashkëpunim e gjitha tjera që pastaj këto ti kemi edhe nga Allahu te bareke u teala. Dhe kjo është një nismë, sikur thashë rrezë praktike, konkrete drejt tashmë shpënguljes në Medinë. Kjo është për këtë pjesë me që dhe koha zonit ka ardhur. Zoti xhallahu ala na bëft të ndërtuar si duhet me besim në Allahun dhe të atil që i ruajnë të drejtet e të tjerëve, i ruajnë pasurinë vetes edhe të tjerëve, moralin, dignitetin, karakterin. Allah na mëson që të shkëmbejmë mes vetë gjithmonë të vërtetën, sinqertën e asnjëherë mashtrimin, manipulimin e gënjeshtër dhe Allah na mëson që t'i bindemi Allahut dhe pejgamberit alayhis salam në dunja dhe në ahiret të shpërblemi për këtë bindje dhe besim. Kaq për këtë pjesë Zoti shpërbleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.